Miq me mbrëma, ju përshëndes shumë dhe kisha bërë ndërmend që këtë video ta bëja për tjetër temë, jo komplet tjetër, do elit me temën, po më shumë do ishte një interpretim politik, po qëllon që është natë e mirë, qëllon që është nisja e muajit Ramazanit edhe e mërkura për hime për fen katolike dhe se si më vjen ta lidh me politikë këtë natë. Gjithsesi politika që mund të bëj unë nuk është politik partish, është politik në kuptimin ka term tjetër, policies apo politik kuptimin qytetar, si ta themi. Që t'ja nisim, unë ju uroj agjerim të mbar, t'ju ja pranoj Zoti gjithë lutjet, gjithë pendesat, gjithë mëkatet. Zoti i pranon ato që pendohen, më shumë pranon ata që bëjnë fare dhe pendohen sesa ata që nuk besojnë fare. Mirë, mos më bë gabime, po besimi lëviz çdo gjë, ndryshon edhe gjëra për veten tënde, edhe gjëra për tjerët, edhe gjëra për ata që do. Gjithashtu e për besimtarët e krishterë, përkatësisht katolik, që i qëllon Pashka një javë përpara Pashkës ortodokse dhe atyre gjithashtu ju uroj agjerim të lehtë. Zoti ju ndihmoft, Zoti ju ndihmoft gjithëve. Zoti na ndihmon të gjithëve. S'ka gjë më të mirë se besimi. S'ka gjë më të mirë se besimi. Unë vetëm besimtare dhe muhabet politike nuk i kam në një qef të madh, me thënë drejtën. Unë kam disa vite që nuk merrem më, unë me parti politike nuk jam marrë kurrë, me aktivizëm jam marrë shumë vite që me studentët. Kam rifulluar të merrem vetëm se unë personalisht të ndjej, them sinqerisht, sa herë reagoj, unë e ndjej se besoj. E kam të lidhur domosdoshmërisht me besimin. Unë i besoj ato që them. Po mos të besoj nuk merrem fare. Në jetën time të përditshme nuk flas kurrë për politikë, as nuk më vete mendja fare. Por për gjëra që prekin mua, prekin ty, prekin jetën e të gjithëve, gjëra që shikojmë, gjëra që na ndikojnë, atyre do flasim. Flisnim, a them sinqerisht, flisni, reagoni me çdo lloj mjete që mund të kemi që na ofrohet tani, se shumica e mjeteve janë bllokuar. Tani që dalë në temë, unë për këtë do diskutoja më shumë se dëgjoj shumë njerëz që kanë këtë qasjen pesimiste që këta fituan zgjedhjet dhe tash zgjedhjet e tjera se i fituan zgjedhjet ata. Nuk funksionon kështu demokracia. Flasim atë që është demokracia, nuk funksionon kështu. Mos lëm pjesë që ai fituan as i fituan zgjedhjet se nuk ka mbaruar akoma hejtimi për shitblerjen e votës, për atë përdorimin e postit për të fituar zgjedhjet, siç u arrestua kjo zonja Rogozhinës pak ditë përpara, edhe tjerë, nuk kanë mbaruar akoma hetimet për këto gjithë njerëzit zyrtarët që kanë përdorur postin për të fituar zgjedhjet, nuk kanë mbaruar hetimet për këto. Gjithashtu, pjesëmarrja shumë e ulët, normalisht nuk duhet ishin mandatu këto zgjedhje me pjesëmarrje kaq të ulët, ne janë bërë disa mandate rresht që pjesëmarrja e njerëzve në politikë bie. Dhe këta ngrihen. Duhet ishte në përpjesim të drejtë, duhet kishe shumë vota, të kishe shumë pushtet. Këta sa më pak vota, aq më shumë pushtet. Më përpara të paktën kishe flasë në këtë raportin e zgjedhjeve. Kishe shumë pushtet Zemënveri, voton të gjithë populli. Tash voton asnjëri, ky ka shumë pushtet, që ti në përpjesim të zhdrejtë më zotëri fare. Nuk funksionon kështu. Unë mendoj që për këtë duhet edhe një ndryshim kushtetues, si mund të formohet qeveria me 40% votuesve, si zgjidhen ta kryetarët bashkisht me 20% votuesve. E lëm këtë tani, e zëm i fiton zgjedhjet, e zëm. Demokracia ka dhe mjet të tjera, kontrolli, që lejon qytetarin të shprehë vullnetin e vet, kur nuk është dakord me rastin konkret me të akuzuarën apo me ministrat që janë hap skandale korruptive të tjera që janë skandale shumë dhaja, po të ndodhi në vend tjetër të botës.
ka mekanizma të tjerë. Njëra është kjo që po bëj unë, që po flas, fjalë e lirë. I ka bllokuar të gjithë kanalet, mbyllin gjithë ato mediat e pavara, kontrollojnë shumicën e mediave, pra nuk e lejon që të ushtrojë punë, pra po ushtroj. Pse, ma lejon vetja ime dhe besimi im ta ushtroj. Edhe do ushtroj deri në fund. Pra një mjet është ky, po dhe ju nuk ka për të gjithë një gjë, po të flisni, mund edhe të flisni, asgjë nuk do ndodhe. Asgjë. Po u bëm shumë, nuk të bëjnë dot asgjë. Qa do të bëjnë? Qa? Pra, e folë fjala lirë, që është nëpërmjet medias, nëpërmjet shoqërisë civile, nëpërmjet rrjeteve sociale, mos të duket çdo njeri, çdo opinion, çdo qëndrim ndikon te politikbërja, duhet të ndikoj, po ndikon. Prandaj ata vën një sistem të tërë me patronazhist që të mbysin zërat e lirë. Po them opozitarë, se këtu opozitarë lidhen direkt me PD-n. Opozitarë çdo njeri që është kundër politikave të momentit. Një tjetër duhet ishin ato referendumet, por këta, do me thënë, kushtetuta e lejon, ligji si lejon, se kështu kanë bërë manovra me ligjin me kushtetutën, siç po thoya te video tjetër, po disa komunistët kapen, jo është neni filan, jo është kodi penal, jo është, po unë nuk do jap motivacioni që japin ata kur ndryshojnë një diçka. Unë jap ajo çfarë na kushton neve ndryshimin që po bëjnë ata, dhe është në përputhje me kushtetutën. Unë s'do të them fjalë të tyre, se ata thonë mirë, nuk i vodhëm zgjedhjet, po vazhdojmë. Do themi dhe ne, tha Rama, nuk i vodhë zgjedhjet dhe është shumë i drejtë dhe shumë i pastër dhe vazhdojmë. Nuk flitet me gojën e tyre. Flitet me gjuhën e së drejtës. Tjetër janë ato që quhen diskutime publike. Diskutimet, këto vinë që nga helenizmi lashtë, që nga lashtësia. Kjo një tjetër demokraci më pjesëmarrëse. Ne jemi vend i vogël, normalisht kjo lloj demokraci që kemi ne përfaqësuese që votojmë ca kohë dhe heshtim, na penalizon shumë. Si jemi vend i vogël dhe abuzohet shumë kollaj me pushtetin, duhet kishim një lloj demokracie. Në rast se vazhdojmë kemi demokraci, duhet kishim një lloj demokracie më pjesëmarrëse. Dhe këto janë disa metoda, mjete që i lënë qytetarin që edhe pse mund të kenë fituar zgjedhjet të shprehë vullnetin e tij dhe të mund të bëjë një lloj ndryshimi shoqëri dhe mund të realizohet ndryshime. Dhe çdo thot secili thot fjalën e vet, po ta besoj atë që thot. Jo fjalë keqe, po jo fjalë lik. Jo ti apo ti u breti, nuk do mirë me fjalë gaforrash. Fjalë, qa beson? Tani mjeti tjetër është protesta. E thiri filani. Okej, në një moment saktuar, po të kishim në një demokraci të konsoliduar edhe parti konsoliduara, nuk jam dakord me këtë parti, me këtë lider, nuk shkoj. Po në këtë moment, si kush e ka më luksin të mendoj, jo i ku ky erdhi ky, nuk e di, në këtë moment duhet vetëm presion qytetare dhe kaq. Vetëm presion qytetare dhe kaq. Jo po kush do vi, apo kush do Gomar më të vi. Gomar më të vi, çfarë problem? Çfarë problem? Edhe një çmendur që vërtet të lagja ime edhe është më mirë. Edhe është më i kthjellët se sa ai ç'është. Ka moment të kthjellohet ky që vërtet të pasht 1-200 lekë. Kur pi duhan kthjellohet. Kur pi duhan, vetëm me duhan kthjellohet kë. Jo të pi qa nuk pin. Unë dua shumë edhe po e bëj këtë video me qëllimin që secili ta besoj shumë, ta besoj që do ndodhi një gjë, pra ta besoj, unë e bëj këtë se do ndodhi, po hapi parë është besoj, do ndodhi, hapi dytë është, po e them fjalën, po e bëj, pse se e besoj që do ndodhi, po duhet ta besosh fillim, ta besosh, asgjë s'bëhet pa besim. Prandaj shumë njerëz nuk ecën jeta, thonë më ka mallkuar mua.
kush ka mallkuar ty? Ti s'beso të vetja jote. Nuk është se unë besoj të gjithë të gjëra, po besoj të vetja thyn çdo lloj mallkimi. Po besove, do bëj këtë dhe doja dalja del. Po besove, ku me jetë së mua s'me jetë sën asnjëherë. Kështu se del. Nuk ndryshon gjë kështu. Gjëja që përdorën, gjëja më e poshtë që bën komunistët, është që hoqën besimin. Prandaj ky vend zori kaq shumë, sa e zori 50% spion, prandaj ky vend zori kaq shumë spiona. Keni dëgjuar njeriu, miq, një spion që është besimtar, ka spion besimtar jo? S'ka. Ku besoj spionët? Ashtë shisin në babën, fëmijën, gjitha, kapin i shënin. Ka shar partin. Këni dëgjuar njeri spion besimtar? Po, njeriu i vujt, njeriu drejt, është besimtar, po. Po s'qe besimtar të vjen, i shkon bloze me bloze, ja bën dhe tjerve bloze me bloze. Besoj njeriu, besoj, nuk po i mua bet fesh fare se nuk me intereson. Po njeriu duhet besoj, ka njerëz ka Perëndi, ka një njeri e kam Perëndi. Thonë atë njeri mos ma prek se kam Perëndi. Nonën, babën, e tjerë. Po s'pate Perëndi, një njeri, një gjë që ta vësh mbi veten tate, nuk t'ecën asgjë. Po kështu për egoista ka plot. Ky paska që sistemi egoistët i kam shumë inat. Ky sistemi i egoistëve ka egoizëm, por ky sistemi i egoistëve të smur që nuk shohin asgjë për te i vetes vet asgjë. Zoti i fal ata që besojnë, se ata që nuk besojnë edhe kur bëjnë liga, e besojnë ligën që bën, nuk pendohen. Se ata që bëjnë gabime, edhe pendohen, ata i fal Zoti. Zoti fal dhe ata që dikur ka shumë njerëz që janë kthyr rrugës tërë dhe janë kthyr prapë të Zotit e besimit. Pse? Ndonjëherë besimtarët më fuqishëm, besimtarët më të fortë janë ata që kanë provu edhe rrugën e djallit. Është një teori që thotë do kalosh njëherë nga erta për dalën drejt. Po kjo është çështje tjetër. Unë ju përshëndes shumë, ju uroj natën e mirë, javë mbar, muaj mbar, megjithatë besoj të shihemi prapë, shpesh më shpesh. Keni besim për ato që bëni edhe për reagimin edhe për të gjitha. Dhe të keni besime, jo vetëm për vetëm, po që besim që ajo po bëni ndronë ka në dorë dhe jetën e dikujt tjetër, dhe jetën e fëmijëve dhe jetën e të gjithëve. Shpeshherë njeriu zgjedhjet më mëdha, vendimet më mëdha i merr se shtyn në përgjithësi që ka për dikë tjetër. Unë ashtu kam për shumë. Përgjithësia që mund të kem për ndonjëri tjetër më shtyn më shumë për të marrë një vendim në që. Besoni edhe ju përshëndes shumë edhe ju përqafoj shumë. Besoni se fundit toka jonë është. Besoni për tokën tuaj. Besoj për tokën e botës, po për tokën tënde beso. Bëhet më mirë për tokën tënde. Natë mirë, unë Eva Evanthia. Përshëndes.